Dëme të shumta në bujqësi ka shkaktuar përmbytja e këtyre ditëve në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Banorët thonë se tokat janë në mbushtetin e ujit prej 3 ditësh në fshatin Trush të njësisë administrative të Bërdicës, ndërsa të rrethuara nga uji dhe me prezencë në bodrume ka edhe në disa banesa. E gjithë kjo situatë ka vetëm një fajtor të vetëm: shkarkimet e hidrocentraleve nga kaskada e Drinit, thonë banorët e kësaj zone, të cilët tashmë thuajse çdo vit përballen me përmbytje që shkaktojnë dëme të konsiderueshme në ekonominë e tyre. Jam zgjo me të shbracej, nga fshati Trush. Jam i përmbytur tash 3 ditë në ujdo. Edhe jashtë orela Shyrësit, shumë kushtet orela Shyrësit, det për det nuk e kam Drinin i kilometër. Det për det vinë për orela Shyrësit e futen në shtëpi këto. Dek, shikjoni shtëpinë, shikjoni vendin çfarë bën këto. Me tokë, me çdo gjë. Tash nuk di ku më fajsu. Nuk di ku i më thonë. Tash na do na me tu diku. Ti pasosh, mal nuk na kush më shku. Si më lën kush më shku mal, pa është këtë ndan nesër. Pa hi bash pa bëj shtëpinë me alkooli. Kur nuk na kush më shku as me alkooli, kja bukur. Do me sa dush, me shpende, me gash dhe me nomin apo çdo gjë, me misë, me çmos. A shkatru çdo gjë. Çdo gjë shkatru komplet. Çdo gjë. Nuk ka kush bashkisë i kanë pa djen lajm aty ka Shyrësi, kanë shku te deputet, thonë orëret e Shyrësit. Ta në orëret e Shyrësit më zotni. Nuk ka orëret e Shyrësit, Shyrësi nuk ka mytë në hiç. Çarkimet e të zëtan ujë shut nuk mytet to. Ja ka shi ballta nuk mytet. Ja vetëm përmbytja e hidrocentraleve. Ne jena në fshatin Trush, tokat e Trushit si i merr, në bashkinë Shkodër. Shive jo aktualisht pashini vet ujin. Damet janë bërë si marramense, me thonë, si unë i kam 3 dëllim, kam lullum, si jam të komplet. Plus pasaj si kam njonë që kam tana, kam 20 dëllim i to, kam 20 dëllim i kam të orejlet e Shyrësit si kam me cira, në 40 dëllim si kam në nuj. Nësë dim kam e shku motësh, nësë dim gjo si nësi me ken pa kretar bashkijet, asi pa sisa mas me në përmend kërkush. Që Trushi është fshati maj mall, që jetën me blegtëri, sot janë 6 bosës janë të mytë në nuj, plus që atë shtu uj i prep atë u hap. Kërkush sa është përmend, nësë dim kam e shku të shmu në ku, si në kina met vetëm të dali shtu të full, ashtu për kërkush, as kina paken, paken me në apru diqa paken për baktitë, që unë kam 3 dëllim, lullum që është bon, që a i zdo të zja motër, plus edhe janë që të mësajnë si zbojnë mo, plus edhe që atë shtu prep, ata thojnë televizor si karo, o boti karo, po nësë shohëm gjojnë tu. Leonard Zadrima është një biznesmen në zonën e Shirqit që merret me prodhimin e bimëve dekorative. Dëmi që i kanë shkaktuar përmbytjet është kolosal, deri në 100.000 euro. Ai bën thirrje kryetarit të Bashkisë së Shkodrës Benet Beci të nisë grupet e punës për dëmet. Kjo situatë po çon në falimentim të bizneseve që sigurojnë bukën për familjet e tyre dhe përballë këtyre përmbytjeve të vazhdueshme ata gjenden të pashpresë për të ardhmen. Dëmi si më bën mua është vepër kolosal. Unë i bëj thirrje kryetarit bashkisë, zotit Benet Beci, si të nisin grupin për marrë me pa çfarë dëmit na është bën. Çdo herë që ka përmbytje, kjo është situatë e përsëritshme për çdo vjet. Se çfarë zgjidhje do të bëjnë, si do ta bëjnë, ata e dinë. Kanalet janë të papastrume, i kanë bërë thirrje edhe administratorit komunës Dajçit, Bregut Bulës, ai po, na alas këna po gjakon. Dëmet e shkaktuara nga përmbytjet janë të shumta dhe banorët e Nën Shkodrës presin dëm shpërblimin si formë vetme së paku për të kompensuar sadopak atë çfarë po shkakton fenomeni i përmbytjeve që në pjesën më të madhe vjen si pasojë e shkarkimeve nga hidrocentralet e kaskadës.